burokratike, le të themi. Rritja e numrit të ministrive ka ardhur si rezultat që udhëheqja aktuale ka konstatuar që ristrukturimi i qeverisë kurti 2 nuk ka qenë i dobishëm dhe nuk i ka dhënë rezultatet të cilat janë pritur. Por rrjedhoi, do të thotë, është pa e ullës që ato ministri të cilat më herët janë shkrirë në ministritë e tjera, tani më të riaktualizohen, të rifunksionohen, them kështu, dhe kjo ka ardhur për shkak që është pa që ai ristrukturim në mandatin paraprak nuk ka dhënë rezultatet e duhura. Ta zomë Xhelal Sfeshla ka qenë edhe ministri punëve të brendshme edhe ministri administratës. Por asnjëherë, në asnjë rast nuk ka folur për administratën. Ose ta zomë ministri i financave dhe i punës transfereve ka folur në vazhdimsi për financa, por kur nuk ka folur për çështjet të punës ose çështjet sociale. E kështu me radhë. Pra, për rrjedhoi ose ta zomë Liburn Aliu është njohur si ministri i mjedisit, ndonse ai ka qenë ministri i infrastrukturës dhe ministri i mjedisit. Pra, këto arsye e kanë përune pa nevojën që prap të kthehet qeveria në pozicionet paraprake që ishte në afro 20 ministri. Për shkak që Kosova numri më të madh të ministrive ka pasur 21, përkatësisht 20 kanë qenë ministri Kohën e Ramush Haradinaj, apo jo? Kohën e Ramush Haradinaj, domethënë kanë qenë 20 ministri funksionale dhe një ministër ka qenë pa protokol, që bën 21 ministri, ndërkaq tani kemi 19 ministri dhe pra unë e shoh si të dobishme kthimin e këtyre ministrive për shkak që gjendja e cila ka funksionuar në mandatin e kaluar ka qenë në parim, po them, kogjo kaotike, për shkak që ministritë e shkrira në ministritë të tjera kanë përullu funksionet e dyfishta, ta zomë ish zyrtarët për informim, ose ish zyrtarët e prokurimit, sekretari, pastaj departamentet e kështu me radhë, të gjitha është dashur që të bëhen tashti në një, dhe kur janë bërë në një si ministri, por jo si funksione. Pra, tani zyra për informim i ka pasur në vend që t'i ketë 2 i ka pasur 4, zyra për prokurim në vend që t'i ketë 4 i ka pasur 8, e kështu me radhë, dhe këtë duplifikim i numrit të punësumve në funksionet të njëjta ka kriju edhe paqartësi, po edhe pakënaqësi të brendshme. Donse në shumë raste kjo nuk është paraqitur. Pra, nga kjo që po thoni është më shumë si pasojë e nevojës ky ristrukturim që është bërë i ministrive, se sa nga ajo që është parë menjëherë me një farë syri kritik që pse të shtohen. Kur është zvoglu numri ministrive, ka ardhur për shkak të një prirje populiste. Pra që të pretendohet ose të propagandohet që ne jemi qeveri e kursimit dhe për rrjedhoi ne do ta bëjmë një numër të vogël të ministrive dhe do të funksionojë më mirë. Dhe në fund doli që as nuk ishte qeveri e kursimit, por edhe domethënë rezultatet që prodhoi ristrukturimi nuk ishin të duhura. Por rrjedhoi do të thotë është pa e ullës që të rritet numri ministrive. Mirë po, edhe rritja e numrit e ministrive aktualisht i ka disa mangësi, të cilat pastaj mund të prodhojnë rezultatet e njëjta me mandatin e kaluar. Ta zomë e para është që nuk kemi plotësim ndryshim të rregullores për funksionet dhe përgjegjësitë e ministrive. Qeveria e Kosovës funksionon me një rregullore të tillë që e ndon pra kompetencat dhe përgjegjësitë në mes ministrive dhe i dedikon këto kompetenca dhe këto përgjegjësi nëpërmjet një rregullore përkatëse. Aktualisht qeveria e Kosovës ka një rregullore që funksionon me 15 ministri dhe jo me 19, pra akoma nuk i kemi të qarta përgjegjësitë dhe kompetencat ta zonë për shembull të Ministrisë së Familjes, e cila është ministri pak a shumë e trashëguar nga Ministria e Punës, por nuk i ka të specifikume në këtë mandat, do thotë cilat janë përgjegjësitë konkrete, sa i përket vlerave të luftës, sa i përket çështjeve të cilat pretendonte që do t'i mbulonte gjatë këtij mandati. Përveç kësaj, do thotë nuk është adresuar kjo çështje e rritjes së ministrive as në buxhetin e këtij viti, që është një mangësi shtesë, për shkak që natyrisht secila ministri duhet të ketë kod veçantë buxhetor. Doja të pyesja, si është e mundur që 4 ministri realisht nuk kanë buxhet nga ajo që e pom deri tash? Por mu ke habitshme. Si mund të bëhet? Pra çfarë? Për mu ke habitshme se si do të thotë qeveria ka pranuar ta procedojë në kuvend një
ligj për buxhet për këtë vit, pa i adresu do të thotë strukturën reale të ministrive që ka votuar. Zoti Murati tha brenda një muaji do të mund të rishikohet pastaj. Kjo është praktikë e re. Asnjëherë nuk ka qenë kështu. Pra, buxheti është rishikuar në qershor, por asnjëherë nuk është miratuar në shkurt, pastaj që të rishikohet në mars. Ose atë që tha zoti Murati ishte pak më shumë se rishikim. Ai tha që do të shkojmë me një buxhet krejtësisht ri, do të thotë në mars të një muaj pas. Që është një praktikë e re, cila në Kosovë nuk ka ekzistuar më herët, dhe unë gjykoj që një qëndrim i tillë ose një përpjekje e tillë, një urvatje e tillë për ta miratuar buxhetin tani, është rreziku për të shkuar në zgjedhje. Mirë, si pati ju miratimin e planit tritjes, zoti Saliu, e po ashtu miratimin në një marrëveshje me Bankën Botërore, 882 milion euro ishte vlera e planit tritjes, kaloi më shumë se një vit, me panumërta janë rastet kur e kemi diskutuar që po rrezikohen fondet e planit tritjes. Kosova është nga përfituesit më të mëdha në Ballkanin Perëndimor, na 6 miliardë, Kosova pothuajse 1/6 e merr dhe po flasim në bazë të krahasimit të popullsive, meqense Kosova për jashtë Malin e Zi është vendi më i vogël në Ballkanin Perëndimor. Si e pat ju miratimin, çfarë lajmi është dhe cila është rruga drejt zbatimit të këtyre marrëveshjeve, sepse nuk është se këto do të disbursohen me njëherë, apo jo? Lajmi për miratimin e marrëveshjeve ndërkombëtare natyrisht është lajm i mirë. Për të përshëndetur fakti që dhe partitë opozitare u rreshtuan, do të thotë, në votim pro këtyre marrëveshjeve, dhe natyrisht pa partitë opozitare këto marrëveshje dhe nuk do të kalonin, për shkak që kërkohet 2/3 e votave. Lajmi është i mirë që këto janë miratu, lajmi i keq është që na jemi vonu si shtet e si vend për të materializuar këto mundësi që i kanë afruar këto mekanizma ndërkombëtar. Nëse qëndrojmë vetëm tek plani i rritjes, duhet ta kemi parasysh që kjo nuk është vetëm fuqi financiare, por kjo është një kushzim i Bashkimit Evropian për reformat brendshme. Pra është kushzim, sepse këto nuk do të jenë mjetet të një-trajtshme, cilat do t'ipen në formë të minihershme, do t'ipen në formë të graduale, këst pas kësti. Dhe kësti i dytë do të lëshohet me, do të thotë, arritjen e performancës, përkatësisht rezultateve, nga, do më thonë, agenda reformave. Kosova e ka maratu një agendë reformave, në bashkëpunim me, do më thonë, akteret e Bashkimit Evropian, dhe ka parapol dhjetra, do të thotë, aktivitete e çështje cilat duhet të adresoj në kuadër të reformave. Po, por ky plan është pashtu duhet cekur 2024-2027. Pra, kemi të bëjmë me një vit të humbur në këtë drejtim. Absolutisht. Prandaj po them që nuk duhet të shikohet ky vetëm si potencial financiar, por edhe si një kushtzim nga Bashkimi Evropian që ne duhet të ecim me hapa të shpejt për të marrur tërsinë e këtyre fondeve. Çfarë duhet bëj Kosova? A do të arrijmë? Jo, më ka skeptik. Pra, nuk kemi të bëjmë me fonde. Apo dyshoni në aftësinë e administratës, në kapacitetet për të